Atëherë janë elfët, memori ndihmoi fuqinë Alheta. Çfarë thot fuqia ka treguar, nuk mund të injoroj fuqinë kur thotë që ti ke fëmijë në bark dhe unë do i them jo s'kam. Jo po doli në ego, normal që unë s'është problem. Domethënë unë përshtatem me çdo gjë. Vetëm kur shoh paraqitjen time që ma shyen e kam dobësi dhe e ka përdorur duri. Po, këtu është dobësia ime. I them durit mjaft përdore dobësinë time se më ke futur në vaj i lik dhe më ke shyer prap. Buzën e këto i shyen një orë minutë, fytyrën, këmbët. Do doja edhe gjatësinë time, po. Se bukë s'kam, paktën s'kem gjatësi. Po këtu kemi arritur që jemi njerëzit më të varfër në botë. Po, atëherë Beethovenin, po, memoria flet. Beethovenin dhe vajzën Enean Bjonde ja ka dhënë Ana Jolis. I tha që ka këto markete në dorëzim, fëmijët. Beethoveni çfarë ka? Ka diçka tjetër. Në dorëzim. Por nuk kanë me firmë. Mjaftë morët me fëmijët. Dhe kanë kartat e marketeve, besoj. Dhe edhe djali ka kartën e vet. Pavarësisht se nëse një ditë do ndalej puna e tij, muzikant, a Beethoveni është muzikant, nëse do i ndalej puna, ka mundësi tjetër. Këtë bëri Alheta Muga. Atëherë nëse vdes Alheta Muga, do të thotë që Zoti nuk do t'ja di fare as për fëmijët as për Alheta Mugën. Prandaj shumë i ka bërë që i ka vënë dorëzim. Jo, edhe po vdes Alheta Muga edhe të kishte firmën djalin nuk do zgjidhte gjë. Prandaj shumë i ka bërë që i ka vënë dorëzim. Po, se Alheta Muga është njeriu më i ndershëm, më bujar, më besnik, më korrekt, që nuk ka asnjë defekt për sa i përket gjërave, ka defekt vetëm që është pak strikt në trupin e saj, dobësia e saj. Po, ajo është problemi i saj, dobësia e saj, që e përdor shumë duri. Por nga anë të tjera nuk është e keqe. Është arsyeshme, komunikon, nëse mund të bëjë ndonjë gabim, bisedon, kërkon falje. Po, njerëz jemi dhe gabojmë ndonjëherë. Aq më tepër biznesmene mund të ketë gabuar, e ka vëzhguar, e ka studiuar që ka bërë gabim, mund të jetë kthyer, të kërkoj falje. Pra, është njëri shumë i logjikshëm. Njeriu i logjikshëm nuk humbet asnjëherë në shoqëri, vetëm me skicofrenët, sepse skicofrenët nuk kanë logjik. Alheta Muga ka humbur nga shoqëria e skicofrene që ka zotruar duri me aftësitë me Allahun. Po Allahu ka prishur shoqërinë logjike. Po ishim në ekuilibër të papar. Jam dakord që ka zën, ka probleme hile, ajtu të llogje etj, po jo ekstrem që 3 veta të shyen se mos kenë ngopur, të shyen 50 vite, 70 vite, një shekull, kaq, kjo është merr i madh që po kalojmë të gjithë, sidomos unë, Alheta Muga.